ai për te gjithë kësaj e kuptojmë në vazhdim. E pres Bajram Shalën. Mirë se erdhe, knatësi më të pritë, si çdo herë. Hajde rehatoj ju. Faleminderit. Çfarë ndjenje me qeni intervistuar prej meje? Qysh po duket? Halasni se kena bashkë për herë të parë, po duket dhe gjithmonë është kënaqësi e madhe dhe është ndjen shumë e mirë sepse njihemi që moti, i dim goxha do gjona rreth njëri tjetrit, kështu që besoj që do të jetë e këndshme. Po shpresoj edhe unë, e rëndësishme është që ty me undi komod edhe... Absolutisht, si në shpi. Të lutna, qysh jonë këta 7 muj, në fakt me qenë se e përmende për ty në ATV? Qysh mundesh me mi përshkru? A të kanë shku shpejt, a kanë qenë shumë dinamik, përshtatja jote me ATV-n? Ka qenë shumë e letë, për arsyet shumëta, sepse shumë prej njerëzve që jemi pjesë ATV-s tash i një që një kohë gjatë, me disa kemi bashkëpunu edhe në radio-televizionin 21, disa të tjerë i një në për periudat të ndryshme të bashkëpunimit qoftë në fushën mediale, qoftë në fushat të tjera, por po, kanë qenë mujtë letë, ka qenë ambientim shumë i letë dhe shumë pozitive dhe gjithçka ka shku formën më të mirë të mundshme. Jam shumë i lumtur që jem pjesë e kësaj shtëpie mediale dhe po besoj që po arrim që me standardet profesionale të cilave kemi tentuar të përmbahemi në emisionin Ekipi A, së bashku edhe me pjesën tjetër të redaksisë së sportit, kemi sjellë tek shikuesit e ATV-s çdo herë edhe informacione, por edhe analiza dhe çështje të tjera të diskutimit që janë të përfshira direkt me futbollin dhe të cilat fatkeqësisht nuk po i shohim shpesh në mediat tona aktualisht. E vërtetë dhe në fakt kjo është ajo që e dallon edhe diferencon Ekipin A nga gjitha emisionet tjera sportive, kështu që ata që duan të shohin edhe të dëgjojnë analiza tamam sportive edhe prej profesionistëve, e kanë vendin, e kanë ekranin. A ishte kalimi... Pasha me ta këthyme një herë dhe në komplimentin ama vonë. Se s'ke sa për më këthy, po ke reale. A ke i vështirë, Bajram, kalimi prej një kompanije që ke kalu shumë vite, pra i e rritë, e di që këtë pyetje këshin dashtë edhe shumë njerëz mu ma bu, po që unë jom këtë kondin që ja u bëjtë të tjerve. Diku ku rritesh edhe si person, po edhe nga ona profesionale. A e po atë vështirë kalimin? Absolutisht që po. Sa vështirë se? Në fakt po, shumë vështirë. Kjo nuk ka qenë era e parë që e kom pas një dilemë të tillë për t'ju bashku pikërisht ATV-s edhe emisionit sportiv në ATV, e kemi diskutu këtë çështje edhe më herët me njerëz të kompetent këtu. Mirë po, paraprakisht nuk jam ndi gati edhe ndoshta disa gjëra duhet me prit derisa të vjen momenti që pastaj të rrjedhen në mënyrë shumë të natyrshme, se sa kur i sforcon dhe ky kalim ka qenë pikërisht në këtë formë, e the edhe vetë në televizionin 21 kam kalu pjesën më të madhe të jetës tam, kam qenë 21 vjet pjesë e Ati Mediumi, jam jashtëzakonisht shumë falenderues për drejtuesit e Ati Mediumi, për drejtoreshën Afrodit Saraqini Kilmendi, për Eugen Saraqinin, pastaj edhe për gjithë njerëz të tjerë që janë në kryet e Ati Mediumi aktualisht, sepse ka qenë përvojë e jashtëzakonshme për mua të jem pjesë e radio-televizionit 21, aty ku ti e the që jam rrit jo vetëm si person, por sidomos në aspektin profesional dhe që më ka hap dyert edhe të botës mediale, por edhe të pjesës tjetër profesionale në përgjithësi, kështu që ka qenë shumë i vështirë edhe për shkak të faktit që edhe si person jem pak më emocional edhe disa gjëra nuk janë të lehta. E dojnë kohën e vetë. Absolutisht që po. Kur ke hyrë në televizion, pas më natyrshëm. A ke menduar që ki me met ka gjatë? Pra ç'është ka qenë vizioni yt për Bajramin dhe televizionin? Se shumë njerëz mund të mendojnë që ka qenë rasti ose e planifikuar, e kërkuar, e dëshiruar shumë herët prej teje. Jo, për mua e kërkuar edhe dëshiruar shumë herët edhe tërë jetën si cak jetësor ka qenë të jem në futboll. Ky ka qenë synimi im primare dhe jetësore dhe jam shumë falenderues ndaj Zotit dhe ndaj krejt njerëzve për rreth meje që këto e kom arrit, jo në formën që e kom dasht, unë besoj që një jemi, s'ku nevojë me të folë ty, po nëse flasim për shikuesit, unë jam çmendurisht i pasionuar për futboll, ndaj futbollit, kom provu një çdo formë u boljetar, thjesht s'ma ka dhënë Zoti talentin. Nuk më i me akuzu as trajnerët me cilët kom punu, kanë qenë edhe kohë shumë të ndryshme, po ashtu edhe në aspekt të familjes në kur që për futbol e kom pas përkrajnë matë madhe të mundshme. Ajo? Jo, sidomos të... Në çfarë forme kanë ditë me ta thonë që shiko se s'është ty kjo? Jo, thjesht, baba jam është njeri që është jashtëzakonisht shumë punëtor. Mirë po pasionin për sport nuk e ka pas kur pjesë të karakterit ti, po ashtu indikuar edhe nga perspektiva që dukej në atë periudhë, po flas për
vitet e parat pas luftës për vitin 99-2000, perspektiva në futbollin e Kosovës në atë kohë për të qenë realist nuk dukej absolutisht e ndritshme, edhe koha tregoj që ka qenë shumë e vështirë. Kështu që asnjëherë nuk është që më ka përkrah, nuk më ka pengu, por nuk më ka përkrah. Pastaj edhe mungesa e talentit edhe janë lidh disa situata që kanë bërë që unë mos më mri kur me u bë futbollist profesionist. Talentin e kujt kishe dashur me pas prej shqiptarëve? Pra, atyre që ndoshta edhe nuk janë aktiv, por edhe janë. Prej shqiptarëve, nëse flasim për futboll të luajtur, emri i parë normalisht që të shkon me ëndër të emri Fadil Vokrit për talent edhe për atë futbollin, talentin e lindur me të. Kurse për lojtarëve që janë aktiv, që mund pëlqejnë jashtëzakonisht shumë në aspektet talentit, të mënyrës se si e shohin futbollin, është Dersan Celina. Nuk po pretendoj që kisha dashur me pas talentin e tyre sepse janë vite dritës larg prej tyre. Unë futboll më shumë kam pas, vazhdoj të luaj futboll, po më shumë kam pas pjesën e karakterit, të luftës, se sa talentit të divizionit të lojës të jashtëzakonshme me top. Mirë, po këto krejtë ndërlidha me tregimin për të përfunduar më pas të televizioni. Dhe kur e kuptova që s'do të bëhem kur futboll elitar, siç ndroja kur kam qenë fëmijë, kam tentuar me zgjedh rrugë të tjera për të qenë afër futbollit. Në atë formë s'ka qenë lehtë, s'ka pas shkolla për trajner, s'ka pas perspektivë, është dashur me zgjedh me qenë refer, ose në ndaj farë forme me gjetë formë tjetër. Edhe ka ardhur një propozim për me u bashku televizionit, nisë ne, për mua ka qenë ëndër e jashtëzakonshme veç me taku Agim Binakun, jo me pas mundësi me punu me të. E kam gjetë atë formë, fillimisht kam filluar me punu si montazher, në përgjithësi televizionit, por në mënyrë pak më ekskluzive i departamentit të sportit, kam filluar me punu me dy emra të jashtëzakonshëm të medias, por edhe në përgjithësi të futbollit kosovar, Agim Binakun fillimisht, e më pas edhe Shenasi Berishën, që ka qenë gjyqtar federativ i Jugosllavisë, pastaj gjyqtar me sistemin e FIFA-s, dhe për mua ka qenë po ashtu një tjetër shtys shumë e madhe me u profesionalizu në botën që ndërlidh median dhe futbollin. Kam filluar me qenë si bashkëpunëtor i emisionit 2MN, më pas me kalimin e viteve, kur përfundova dhe fakultetin në Universitetin AB, pastaj fillova të angazhohem edhe si gazetar, edhe pas një kohë, pastaj edhe si drejtues, edhe që ku jam sot. Edhe ja ku jemi sot. Qëllimi nuk ka qenë asnjëherë ëndër, nuk ka qenë asnjëherë televizioni, ëndër ka qenë futbolli. Në atë kohë nuk kanë qenë të lehta format për me qëndruar për futbollit, edhe kjo ka qenë një prej tyre, cilën e kam marrë me kënaqësinë më të madhe. Dhe jam shumë i lumtur. Me ato vendimet asaj kohe. Me vazhdu edhe këtë angazhimin tënd që është në federat, pra si menaxher i kombëtarës, a ndihesh sot i përmbushur që ti gjithat ëndrën për të qenë afër futbollit, gjithë kontributin tënd sot dhe jap në dy prej segmenteve që nuk janë më pak të rëndësishme se sa ajo që e bëjnë lojtarët në fushë, ëh? Nërta më pak të rëndësishme se që përmbushja për dikoj që e don futbollin aq shumë është veç kur zbret në fushë lojës. Fatkeqësisht ato se kom rri kur, po flas në aspekt profesional edhe e lemët androj për ekipin kombëtar, por në aspektet tjera absolutisht që po, sepse në disa prej arsyeve pse ndihem i përmbushur në atë formë, ndihem i përmbushur sepse as edhe një herë të vetme nuk kam kursyer asgjë nga vetja për punën që e bëj me ekipin kombëtar, edhe në medium po, por sidomos me ekipin kombëtar, me futbollin, dhe po ashtu e di që kur është shpall pavarësia, tash duhet me përmend prapë Agim Binakun sepse është një prej njerëzve që ka pas ndikimin më të madh në jetën unë, edhe së bashku edhe me Lart Hoxhën, kemi qenë treshë të lidhur jashtëzakonisht shumë, jo vetëm në punë, po edhe jashtë punës, edhe kemi punuar tepër shumë kur është shpall pavarësia, edhe në një prej najave tona të masararit punës, nuk e di sigurt të Agimja Learti. Më duket se Agimja ka pas tonë pavarësi. Në fakt, gazetarë më të mirë mund me pas edhe 100.000 herë se na. Njerëz që kanë me njoft për televizionin dhe profesionin e tonë mund të pas 1 milion herë, po pavarësia shpallet ves një herë, edhe në histori të e punu njerëzit të tillë mund futesh ves një herë. Në këtë aspekt, menoj që kam qenë jashtëzakonisht i privilegjuar dhe i nderuar që kam pas mundësinë të jem pjesë e Federatës Futbollit edhe ekipit kombëtar që prej ditëve të para në UEFA dhe në FIFA, që prej ndeshjes së parë që është një kujtim i paharrueshëm me Finlandën, është një emocion që mund të vinë njerëz që mund ta bëjnë atë punë më mirë se unë edhe 1 miliard herë, por atë emocion, ato ethet, pritjes leve të futbollistëve prej FIFA-s, ata lot gëzimi kur merr dokumenta administrativ, e lemë kur shënohen gola në fushë, s'mund t'i provoj më askush, sepse ta gjërat janë në nivel tjetër, kështu që në atë aspekt po ndihem jashtëzakonisht shumë i përmbushur, edhe përtej mungesës së fushës, kjo roli tjetër që është rreth futbollit, ma jep një spaku e balancon atë mungesë të jashtëzakonshme që e një edhe që e kom një gjithmonë për të qenë futbollist. Kjo është në fakt... Kom provu shumë me qenë futbollist, po. Kom shku në për
stërvitje, i kom dru një 2-3 klube në Prishtinë, po nuk ecke. Po, hajtë se mirë jo, Bajram, se s'ka lidhje. Me ditë se kishe pas fatin Jo, prap me pas naj... absolutisht që jo, po... Versionin ma të keq, po thëmë se, nuk i dihet. Të knaqemi me ato që ka i keq. Absolutisht që po. Për të kësi prap tek pozita që e përmenda, të cilën ti e ushtron në federat, është një pozit që komentohet shumë. Pra ti e ai emri që komentohet shumë, qoftë në fitore, qoftë në refuzime, qoftë në pranime, a ke që kuptohet, ose ata kuptojnë opinioni, publiku, saktësisht pozitën tënde, edhe se për çka je i obliguar, ose për çka të obligon ajo pozitë në federat? Për me u përgjigjë shkurt thjesht edhe drejt në këtë që ti sapo e the jo. Arsyeja pse unë jam kaq i atakuar në forma të ndryshme s'ka të bëjë shumë me mënyrën që ne kryj punën. Njerëz që janë afër, që janë brenda ekipit kombëtar, përfshi edhe njerëz që udhëheqin federatën, edhe stafin teknik, edhe futbollistët, edhe njerëz tjerë që janë afër, e dinë sakt se në çfarë forme e kryjnë punën, nuk më takon mua me fol për atë pjesë. Por arsyeja pse atakohem kaq shumë janë të ndryshme. E para e punës sepse vi pashtu edhe nga bota e medias, jam prezentuar nëpër konferenca për media, pikërisht për këtë arsye, për të bërë atë ndërlidhjen, është vendosur që unë të jem i pranishëm në konferenca për media, me që i njoh, le të themi, të dyja rolet, edhe për të bërë një kalim sa më lehtë të atyre që trajneri, selektori ose federata ka për të plasu të opinioni, jam përzgjedhur unë, edhe menoj që duke qenë një figurë e tillë, pastaj kanë ardhur edhe të gjitha kritikat, dhe një prej arsyeve është kjo, arsye tjetër mund të janë edhe xhelozi personale të njerëzve tjerë që kanë emisione të ndryshme sportive, që në mendjen e tyre mund ta bëjnë atë punë larg më mirë se unë, edhe që e shohin veten që mbase do duhet ata të ishin aty, nëse ky prej një udhëheqësit të emisionit siç ata pretendojnë të flasin për mua, mund ta bëj këtë, unë do ta bëja më mirë, kështu që mund të jenë të ndërlidhura, por presioni është jashtëzakonisht i madh. Kush thotë që s'mund t'i bëj të dyja, ose pse i bën të dyja? Për vite me radhë, ka pothuajse 10 vite që jam të dyja, as edhe një herë të vetme, ekskluzivitetin e informacioneve që e kam pas nga brenda kampit, nuk e kam plasu në opinion, edhe pse në një farë forme karrierën në televizion kjo mund të ma ketë dëmtu, sepse kur as edhe një informat të vetme, edhe cili do gazetar që e gjen një informat vetme të brendshme, ekskluzive, që unë e kam qitë edhe kam plasu si i pari në media, le ta publikoj tash ato le të plasë ka dëmë. Është kjo arsyeja pse ti edhe për qoftë edhe për një intervistë të jetë të thjesht, ose për një temë, ndoshta ose deklarat pas fitores, ke nguru edhe me i marë Absolutisht që po, absolutisht që po, për kohë shumë gjatë, unë nuk kam përdor as kontaktet edhe afërsinë që e kom me futbollistët e ekipit kombëtar për të mos i ekspozu në emisionin që unë e drejtoj, veç për shkak të kësaj situate, për të provu që t'jem sa më korrekt me të gjitha mediat. Nëse duan ta çmojnë, nëse jo, është në problemin e tyre, por unë e di që në ndërgjegjën time jam shumë i pastër në këtë, edhe për gjithë ata që flasin për përzierje të roleve ose kompetencash, absolutisht që kjo nuk qëndron, as edhe një herë vetme nuk e kam përdorur, le të themi, një privilegj të tillë, edhe për këto nuk i bi pishman asnjëherë. Me ndërgjegjën një pastër, por duke qenë se edhe je natyrë ndjeshme, a ka pas në rast që të ka ndiku shumë në disponimin të, në mënyrën se si është folë, ose diçka që është prek për tej asaj që quhet atakim profesional, ku ta di? Po, normalisht që po, sepse është e pamundshme t'jetosh në një vend si Kosova, si Prishtina, që është vend i vogël, dhe të mos ndikosh as edhe një herë vetme nga sulmet që nuk ndalen. Kështu që normalisht që po ka pas, por më të randat, më të kësijat, në fakt situata më e randë emocionale për mu ka qenë pas ndeshjes me Maqedoninë, pothuajse për një javë, nuk kom lëviz fare nga shtëpia, jo veç për shkak të fjalëve të mediave, por për gjithë çfarë ndodhi, për humbjen, për ikjen në një ëndre të tillë, çfarë na kemi pas në vitin 2020 kur shpresat për kualifikim në kampionatin evropian kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha, dhe unë vazhdoj të jemi bindur që nëse nuk do të ishim goditur ashtu siç u goditëm nga Covidi, nëse nuk ishin lidhur një sër faktorësh që u lidhën për të mrapsht. Le të themi, përfundimi i atij viti do të ishte krejt tjetër, por në këtë që ti e the, po, absolutisht që po, sepse unë përdor edhe Facebook, edhe Instagram, unë shoh, unë lexoj, unë e di se si reagohet, edhe e keqja është kur që të mundon më shumë dikur absolutisht s'ka asnjë gjë të vërtetë në ato që thuhet, po. Po pse ke vendos me hesht, po them kështu? Pse nuk je kundërpërgjigj
si shpesh herë, si rëndom, ndoshta që ose të jesh prezent në një emision, ta thuash një punë. Sepse jo çdo kush e meriton reagimin, jo çdo kush e meriton diskutimin me të. Besoj që për diskutu me një njeri duhet me diskutu me dikë me cilin mund të merresh vesh me fjalë. E para punës nuk është në natyrën edhe në kulturën time as familjare e as profesionale që në për studiet televizive të bërta se të provoj ta bindi diko me zore. Diskutimet duhet bëhen me tone të qeta, në çfarë do forme. Edhe kur nuk e gjen një ambient të tillë, kur është shumë e vështirë me diskutu me tone normale, kur është shumë e vështirë që me mbizotru forca e argumentit, atëherë është më mirë të heshtësh se sa të përfundosh në diskutime me njerëz që atut kryesorët e diskutimit nuk i marrin për bazë. Kështu që kjo është një për arsyeve, në fakt arsyeja kryesore pse kam vendos me hesht edhe mos me ua thonë të vërtetën edhe atë që meritojnë shumë njerëzve. Sepse ata kujtojnë që duke bërtit në studio, flasin atë që e pasqyron realitetin, por në fakt ajo nuk qëndron as pak. Vendose me hesht, ndoshta për diçka, por jo për një pjesë, të paktën kështu unis emisioni i fundit i së dielës, ekipi A, një hapje jo e zakont, kisha me thonë, edhe aq më pak prej teje, prej këtij personazhit që nuk kemi marrë asnjëherë reagime. Çka saktësisht të shtyu me buat hapje edhe cila është e vërteta e lojtarëve që i thonë jo Kosovës dhe jo Shqipërisë? Ose anasjelltas. Mungesa e respektit, loja e dyfisht, përdorimi i identitetit kombëtar dhe shtetit për cilin kanë ra aq shumë njerëz për interesat ngushta, janë ato që ngadalë mbushin kupën, gradualisht, një herë, 2 herë, 10 herë, edhe shëndrimi i krenarisë të përfaqësimit të kombit ose shtetit, ose çush do se tash kanë me u gjujtë edhe për këto që s'ka komb kosovar. Okej, kjo është temë shumë ma e gjanë dhe ma e thellë dhe nuk takon mu me diskutu këtu. Mirë, po përdorimi i ekipit kombëtar të Kosovës për me rrit pazarin, qoftë Shqipëria, qoftë diku tjetër, janë veti që thjesht jo që ma humbin respektin për kodo. Kush po e përdor Bajram këta? Futbollistët. Nuk mundesh, unë nuk më të kuptu, nëse ti pret një vjet 2 me lyjtë e Kosova, nuk vjen ftesa, okej, ki drejt me qenë i pak knaqur në aspekt sportiv, krejt është në rregull. Po 2 vjet pritet me lyjtë e Kosova, nuk tërë ftesa, dole e shajte federatën, trajnerin, Bajramin, krejt. Shkollë me lyjtë e Shqipnia, atash më thuti mu, konë andër e me lyjtë për kombëtarin Kuqezi. Po pse po rran? Me konë andër e jote me lyjtë për kombëtarin Kuqezi, kishe shku me 17 vjet, kishe lyjtë për U17, U19, U21, ekipin A. Nuk ishe prit, nuk mundet edhe me qenë, nuk mundet me qenë edhe të kësi trajneri dhe federata e Kosovës, pse s'ta mundësun të me lyjtë për Kosovën, edhe me qenë andër e jote me lyjtë për Shqipërinë. Kjo është e para. E dyta, ekipi kombëtar është diçka që në logjikën tem, në mënyrën që unë rezonoj, nuk diskutohet. Nuk mundesh me diskutua do me lyjtë për Kosovën, po nëse së më thirin Kosova, po shkoj po lyjtë për Gjermaninë, po shkoj po lyjtë për Shqipërinë, ajo nuk diskutohet. Ne kemi shumë lojtarë, mos citash me emra, në për krejt kombëtarët, edhe të majat, po edhe të voglat, se nëse e marrë një shembull për Gjermaninë, ka me thonë, po Kosovën s'mund të pritë si Gjermaninë. Okej, ai nuk e pret Kosovën si Gjermaninë për madhështinë e ekipit, e pret Kosovën për krenarinë që jep veshja e fanellës të Kosovës. Kjo është elementi i parë. Elementi i dytë është që jo veç Gjermaninë, po edhe Walesin, edhe nuk e di, Islandën, ka shumë futbollistë që e presin deri në moshën 28 vjeçare, 30 vjeçare, debuton me ekip kombëtar dhe ka krenarinë më të madhe të jetës. E këtë këto elemente, këtë kjo lojë, këtë ky pazar që bëhet, ose për një pasaport për me lyjtë vendor në Italia, me mujtë me shku në Rusia, çka do koft. Edhe mas ne kamuflimi, edhe mbulimi i një diçkaje që ti e bën komplet për interes personal, me ndjenjën patriotike, me flamurin Kuqezi, me ëndrrën për me lyjtë për Shqipërinë, për mua kjo është e neveritshme, e pa kuptimte, e pa tolerueshme në asnjë aspekt. A do duhet mendon të njëjtë edhe nga udhëheqësit e Federatës Shqiptare për shembull? Absolutisht që po, sepse ata po ja ofrojnë mundësinë me bë këtë pazar. Pra është një parim i pashkruar. Vjen keq që po e flas në këtë formë, po ata po ja ofrojnë mundësinë me bë këtë pazar. Del Armando Duka, me gjithë respektin, është zavendës presidenti UEFA-s, është njeri që ka bo jashtëzakonisht shumë për futbollin në Shqipëri. Po dele dhe thotë, kush do që ndim vetën shqiptar luajnë për Shqipërinë. E këta që luajnë për Kosovën, çka duhen me ndi vetën pra? A kemi të drejtë me ndi shqiptar të Kosovës, siç ata trumpetojnë krejt kohën edhe flasin që po i thrasin lojtarët tonë sepse janë shqiptar të Kosovës. Po përderisa luajtën për Kosovën, a kanë qenë shqiptar ata? Kjo është temë shumë e thellë. Unë menoj që në fakt për shumë kohë absolutisht, në qëndrime personale, po i flas qëndrimet personale, sa për qenë i qartë,
Mirë po, unë menoj që problem shumë i madh është edhe Federata e Shqipërisë, po e ca futbollistët, sepse po a jep mundësi me bu pazar. Alban Bushi nuk kalon lojtar kosovar pa e kontaktu. Edhe nëse ai vendos me lyt për Kosovën, Alban Bushi i shkruan mesazh prindërve të lojtarëve se qenë ke burr. Se ke bisedu me mu pra. U afrohet, nëse ata flasin në mënyrë krejt normale me të, por më pas vendosin që fëmiu i tyre luan për Kosovën, u dërgon mesazh ti s'qenë ke burr, pse fole me mua atëherë nëse ke pas me lyt për Kosovën. Se nuk bën publike këto. Kujt nuk i konvenon me... Nuk o puna kujt i konvenon ose nuk i konvenon, po nuk bëhet për gjithë shka publike. Nuk dilet me tupan për se cilin sen me folë publikisht. Jënë disa gjana që duhen me met mrena ekipit kombëtar, jënë disa gjana që duhen me met mrena Federatës Futbollit të Kosovës, pavarësisht që është interes nacional me u dit, po në fundit nuk është që edhe gjithmonë i kemi mbyll këto, sepse transparenca normalisht që është një prej llogaritënia tek publiku, transparenca është një prej atave mbi cilat Federata e Futbollit të Kosovës funksionon, ekipi kombëtar funksionon, por na kemi thënë disa herë, unë e kam thënë edhe për intervistat më hershme që nuk është totalisht e pakuptimt çështja që e ka Federata Shqiptare e Futbollit. Po flas në aspekt personal. Për mu nuk mundesh bre dikon që i thu vlla non stop me provu me tentu, me dobsu. Nuk mundesh bre me shku me i thirr lojtarët e ekipit kombëtar të Kosovës. Unë tani hajde unë po ces në ekipin na, po ta jap Shqipërisë, unë po ta jap pasaportën me leje Kosovën, hajde. A dani shëndrime të njëjta edhe me zotrin Ademi për këtë çështje duke ditë raportin e tij shumë të ngushtë me zotin Duka? Unë nuk mund të flas, po mendoj është e qartë që raporti i kryetarit Federatës sonë me kryetarin e Federatës së Shqipërisë është shumë i afërt, qëndrimet në mënyrën se si unë mund të jem pak më radikal në mënyrën se si është ndarja në Kosovë-Shqipëri. Edhe nuk e ndaj nështë këtë qëndrim me shumë njerëz në Kosovë, jo veç me zotin Ademi. Kështu që në këtë aspekt, unë Kosovën e shoh veç Kosovë. Veç Kosovë. Nëse realiteti ndryshon, na gjithë ndjehemi shqiptarë, na këto nuk po e mohoj. Nëse realiteti ndryshon edhe na bëhemi një shtet, unë do të jemi pari që do të avokoj dhe do të dëshiroj që secili futbollist nga Kosova të luajë për kombëtaren shqiptare, siç ka qenë deri në pranimin ton. Po tash për mua Kosova është Kosovë, edhe këtu përfundon gjithçka. Qëndrimi i njerëzve të tjerë mbase mund të jetë më liberal në këtë aspekt, në mënyrën se si e shohin Kosovën ose Shqipërinë, unë mund të jem më radikal në këto. Nëse deri sot nuk e ke nda si qëndrim, tani më e ke nda me të gjithë dhe ndoshta më mirë, ndoshta ka pas nevojë me u ditë cili është edhe një qëndrim personal i Bajramit. Absolutisht, qëndrimi personal i jam në këtë aspekt ka qenë ky edhe nuk ka asnjë logjik për mendimin tim që të mendohet ndryshe. Një lojtar që lind në Kosovë, rritet në klubet e Kosovës, promovohet në ekipet tona kombëtare, edhe mandej në fund për një pasaport me shku me lytët që atëherë po më thotë mua ëndra e më Shqipnia. Okej. E di që kemi shumë për me folë sa i përket kësaj teme, po unë edhe një arsye më tepër që kam dashur me të pasat në emision është me të njoftë për te i kësaj. Lirisht, pa merak. Me të njoftë edhe për te i kësaj, për te anës së sportit, për te anës së televizionit edhe qëndrimeve tua që tashmë veç janë publike. Për shembull, pak njerëz mund të dinë prej opinionit publik që ti ke pas këtë fëmirin dhe dashnin për futbolin prej vogël, prej në fakt një periudhe të vështirë për krejt Kosovën në kohën e luftës, ku ti dhe familja jote keni qëndru në tunel për 3 muaj. Po, i vogël, ashtu në moshën që ke qenë, futbolin se ke ndalë, dhe më thënë ka që madhe ka qenë dashuria për ta. Futboli thjesht, prej kur unë jam bo me mbajt me në betën, futbolli ka qenë jeta, jam i kom diku të fotografi me top në 3-4 vjeq, edhe në familjen tem Gjon, po flasë edhe jo veç prindemi, po edhe agjallarë që halat në atë kohë në vitet në 90-ta futbollin Kosovë ka qenë pak e fare i përhapur në dërfemra, nuk është që përveç njërit për agjallarëve të mi, nuk është që në do kusht tjetër në familjen tem Gjon ka pas lidhje me futbollin, besoj që e kom trashëgu prej ti, prej agjës, edhe kom qenë jashtëzakonisht shumë i lidhur edhe në periudhën e para luftës, kur unë si një fëmijë krejt fokusin tem një jetë e kom pas në shkollë dhe në futboll, edhe absolutisht në kur gjë tjetër. Mirja jam nuk ka qenë me lodra, me kerre, me bagera, me dinozaura, i vendosur prej fillimit. Absolutisht, gjithmonë. Edhe periudha luftës ka qenë, po edhe të periudhë shumë e vështirë për krejt neve. Periudha e luftës në pranverën e vitit 99 më ka gjetë në Ujmir. Edhe nuk kemi pas mundësi me u largu prej Kosovës, jemi stërru në tunel. Është një tunel në ndërmjet fshatit Ujmir dhe fshatit Taqareva, aty kemi kalu 3 muaj.
periudën e luftës, po duhet ta keni parasysh, unë në atë periudhë kam lëviz shumë herë qoftë në Ujmir, qoftë në Prishtinë, edhe në Ujmir është fshat në pjesën qendrore të Kosovës, komunë të Klinës, lufta ka fillu pothuajse një vit më herët. Prej Marsit në Prekaz, aty ka qenë territor ku forcat serbes kanë mujt me hyj derisa në Ujmiri ka qenë territor ku forcat serbes kanë mujt me hyj derisa kanë ardhur me 2 gusht vitit 98 me pushtu komplet fshatin. Kështu që në anë farforme kemi qenë familiarizuar në atë periudhë edhe me armët edhe me luftën edhe me krismat edhe me gjithçka. Edhe në moshën 11 vjeçare, 12 vjeçare ti buhesh njëjtë mas nej. Kështu që po, jo veç mu, po edhe gjithë fëmijët e atij fshati edhe familjarët e afërt, njerëz të tjerë që i kanë pasur rreth. Në atë periudhë na kemi luajtur futboll dhe plumat kanë bukfalisht në mënyrën ma të thjeshtë mundshme kanë fluturuar mbi kokat tona dhe në përplas 10-15 metra mas nej. Ma andej, po problemi është se ti tash se kisha bërë ato kur, po në atë periudhë ti familiarizohesh o duket si diçka normale. Sikur tash që i shohim fëmijët nëpër Gaza ose nuk e din vatra tjera të luftës që kemi pa më herët në shtanë Siri, qatë njëjtën formë ka qenë edhe të na. Kështu që po, kam kujtimet të tilla. Diku janë do prej fotografive të periudhës luftës. Një prej rasteve që më kujtohet shumë mirë kam qenë me djalin e hallës me Milotin, ka qenë mars 99, ose pak mas fillimit bombardimeve, edhe kemi luajtur futboll një orë 2. Edhe mas futbollit kemi pas një vend pak më larg prej tunelit ku na kemi qëndru, ku i mbajshin disa gjana ushqimore, do pije, edhe qast etunin akon, që absolutisht kur gjës na ka ndalë me shku me marr pak ujë dhe pak lang me pi. Edhe rrugës kanë fillu policia serbe me gjujt, edhe kështu në mënyrë bukfale plumat i më përplasin në gur 3-4 metra larg neve. Nuk s'pojmë thonë që si na friksu, se kemi qenë 2-13 vjeç, normal që jemi friksu. Mirë po nuk ka qenë kështu të merë, çka po ndodh me neve? Se keni pasur diçka tragjike? Jo, se kemi qenë shumë të mësuar, po. Kemi marrë, kemi pi langa uja, nuk e di çka dhe jemi kthy mrapa normal, me një kujdes pak më të shtun, po ky ka qenë realiteti në cilin na jemi rritur dhe ky ka qenë realiteti asaj periudhe, kështu që as kjo s'na ka ndalë dhe nuk është që na ka tutë shumë me futboll. Dhe kështu ka vazhdu, në fakt këtë punën e rrezikut për jetë, fatmirësisht jo në rrethana të tilla, po as më të mira ju, po megjithatë ti je sot shëndosh e mirë, ani pse në 2015-ën derisa të bën vdekun. Këtë herë më tutë shumë ma shumë se në atë momentën. Pra. 2015-ën në shtator, ne kemi pas një kamp me ekipin kombëtar për lojën atë kohë miqësore ndërkombëtare me lejen e FIFA-s kundër Burkina Fasos që u anulu. Krejt javën kom qenë i grumbullu me ekip, punë jashtëzakonisht shumë, të dielën ka qenë në emisionet Dymene me Agimin, po ashtu punë jashtëzakonisht shumë, edhe ndërkohë kom vrejt do hematoma në trup të une, në trup të amin. Edhe kom vendos të honën me nxes me shku me u kontrolu, se shesha që po lodhna pak ma shumë që diçka nuk jo mirë. Edhe kom shku në njënën prej klinikave private, në momentin që një doktoresh, një vjetër, ka qenë mosh, i ka pa hematomat, i është zbe, mu më duke vetë akrit kompletë në shkova të vozit, normal lodhësha, i kesha do hematoma, nuk kesha në shëndetin ma të mirë të mundshëm, po kretë komplet normal, unë shkova të vozit, shkova me dijet pilot pas një probleme, dhe momentin që mi ka pa hematomat, ajo u step, u zbe, edhe e kom një që pa dashin ere ka qitë një zonë ku djali i ri. Edhe normal që emocionalisht, tash nuk im konë që astrim sa natën, natën im tutë këgja ma shumë. Ka bu me o merakos shumë ma shumë, edhe reagimi sa i parë ka qenë me shku në QKUK, drejton QKUK më njerë. S'kom që ka me thonë, ka qenë klinik private, edhe im shku në QKUK, po ashtu kretë normal. Unë atë moment halja nuk kom ditë kur gjë. Absolutisht halja kur gjë. Im shku në QKUK, në hematologji, po në hematologji, edhe një doktor goxha nonchalant për një 3-4 motra medicinale, bëshin pak hajgare me zveti, ku i ki hematomat, për ja të regoj i kom pas kryesisht në kam pjesë. Edhe absolutisht nuk është marrë me mu as një sekundë ma shumë, veç më ka drejtu në njënën prej dhomave me ushtrin klinik, kur e më shku në atë dhomë, unë nuk, në atë kohë të flasë, nuk kom ditë, kom qenë shumë lajk për aspektin e mjekësisë, ose kom ditë absolutisht kur gjë, kom pa njerëz në prag të vdekjes, njerëz që ishin në stazën e fundit të jetës të smur nga leukemia, kryesisht nga leukemia akute, edhe në aty e kom kuptu që po dyshohet që unë kam leukemia akute. Mas nej, telefoni, interneti, që është ma e keqja e mundshme, kom hi me lexu edhe, po, kom qenë shumë keq. Aty të shtrin, atë natë, në mesin e atyre njerëzve që po luftonin me sekunda. Më shtrin atë natë, po në snajt akrit natën, diku rreth orës 11, normal u alarmu krejt familja,
edhe bënë një tërmin në një spital tjetër, në një vend tjetër privat, në fakt Macedoni, edhe unë natën jem largu prej QKUK-s, në atë kohë ka qenë edhe kushtet pak ma të vështira, por edhe kujdesi mjekve në atë kohë nuk ka qenë spaku mu më duke jashtu, edhe po ashtu ishtë për mu ka qenë shumë e të mërshme me qëndru në atë do me njerës që shishe me gjithë respektin, është shumë e rëndë është me thonë, po në formë skeleti njerës që ishin në ditët e fundit të jetës e tyre. Edhe normalisht që në aspekt emocional mu më ka ndiku jashtë zakonisht shumë, jem ik, jem shku e më kontrolu në Macedoninë, në një spital privat, edhe masi që më në bot testet, mu më shtonë që kom probleme të mdoja me trombocite. Në fakt tonë thanë edhe në Prishtinë, po mu në Prishtinë thanë që probleme me trombocite të dërgon drejt për drejt në leukemi akute. Edhe kur kom shku në Macedoni, jem kontrolu, trombocitet kanë qenë në vlerat të tmerrshme, 10 herë më pak se minimalja, qështu diqka. Duket 13, i kom pas 150 ka qenë minimalja. Edhe kom bisedu me doktoreshën, edhe ajo më ka thonë që është pa kuptim të kusht ka thonë ty që ki probleme leukemi, as lë për leukemis nuk ki, edhe jem këthy në Prishtinë, pastaj ka kalu pak një kohë deri sa jem qetsu, pastaj kam pas rastin që në përmjet kanaleve të tjera, në përmjet Agim Binakut të njerëzve tjerë, të takoj doktor Emrush Kryeziun, që ka pas rol jashtë zakonisht ma mua dhe se kom falenderu kur publikisht shpëzoj rastin me falenderu sepse mënyra se si a im ka folë pastaj. Një hematolog i vjetër që në atë kohë ishte në pension, nuk ishte më pjesë e QKUK-s, por i kam gjetë tash në përmjet kanaleve të tjera kontaktin me Emrush Kryeziun, edhe pastaj a i thjesht më ka shnosh, edhe më ka shëru me fjallet dhe me mënyrën se si ka bisedu me mu, ma ka bët qartë që absolutisht jo, dhe kushtet që më ka dhonë diagnozë për leukemi ka qenë plotësisht i gabushëm, po për disa orë atë ditë në QKUK po thjesht kom qenë shok, e pastaj edhe për një 2 javë kom qenë koqa keq emocionalisht sepse s'ka qenë e lehtë me përballu prej një gjendje shëndetësore krejt normale, një aktiviteti shumë të lartë edhe fizik, edhe mental, edhe veç me tonë dikush e ki leukemin edhe leukemia akute fatkeqësisht një herë në ham për 2-3 muaj. Sidomos në formën edhe mënyrën që gjithë shka më rënda ditës. Në fakt, ndryshon jeta komplet. Prej fillimit, qka do që prekëm... Shtu që më falë që për ndërprej, rëndësia shëndetit është më e madhe se qka do tjetë në jetë. Shumë e vërtet, dhe me këto që thete... Fizik edhe mental. Me këto që thete, besoj edhe shpresoj shumë që tjetë edhe një mesazh për gjithë njerëzit që ju me do mos duhesh me pa ndonjë shenjë ose sinjal për me shku me u kujdes edhe me mirëmbajt veten me trajtime. Po, ajo çka mos t'jena s'pa kujdesëm sa kom qenë në atë periudhë. E vërtet. Ajo çka desha me thonë është gjithçka që folëm në mesin e secilës prej historive, se nuk du me mbyll pa e folë edhe këto, e përmende edhe emrin e ti, emrin e Agim Binakut, dhe në fakt një vizit tjetër kjo, mjekësore, u bë kështu, u bë shkas, arsye që me u kuptu edhe për smundjen e ti. Një vizit kjo që e nisët ju të dy bashk. Lidhen me to e kom pas tjarë zakonshme që prej ditëve të para në televizionin nisë të ne. Jem bashku në televizion në vitin 2003, periuda për cilën ti po flet është fundi vitit 2017, pak para se të përfundon të vitit 2017, pra kanë qenë pothuajse 15 vjet që kemi qenë non-stop bashk. Bashkë kemi qenë edhe me Learti, na kemi qenë një treshe e dënë të brenda televizionit në stëne që kemi kalu jashtëzakonisht shumë kohë bashk, qoftë brenda punës, qoftë edhe jashtë punës, sepse naja atë muhabetet tona kanë qenë shumë shpesh deri në mëngjes, edhe diskutimet kanë qenë deri në mëngjes. Unë dhe Agimi kemi qenë ma të pak kujdesshëm pak në aspekt shëndetësor, Learti ka qenë më i kujdesshëm. E kujtoj që në verën e vitit 2017 në qershor, nuk e di pse, po televizionin e pa të kërku, me sigurit kujtohet edhe ty të gjithëve që shkojmë t'i bëjmë disa kontrole mjekësore, të dorëzojmë certifikatën e gjendjes shëndetësore, nuk e di sakt çka. Po, qas mirë kemi qenë në stënesh, qas tillën kemi qenë në stënesh, na, që prej qershorit deri në dhjetor, na veç e kemi injoru një kërkesë të tillë që na është dhënë prej departamentet të resurseve humane, janë 100 herë. Learti ka qenë më i kujdesshëm, u shkuj ka bu testet krejt mirë, s'ka asnjë problem. Edhe kujtoj që ka qenë diel 8 dhjetori, i 2017, edhe Agimi më thanë mramje, dita vërëm thirin telefon, shkoni nesër kryeni të teste, se veç ju keni met. Dhe thash, okej, në mëngjes kom shku me 9 dhjetor 2017 e kom marrë, kemi shku në një klinikë private, kemi bërë testet. Mas pak kohë mund kanë liru, kanë thonë që shkrejt në rregull dhe Agimin e kanë lutë me najtë. Atë kohë, edhe Agimi është duke shumë mirë, edhe se kemi marrë kur seriozisht
pse u nalë. Edhe tha, okej, hajtë shkot e sone i këshyri qka kom problemet, vi ma vonë. Për një kohë nuk ka dasht asaj vetë me e pranu. Së mundin që i rëzvulua det, edhe me datë, për 2 muaj ajo s'mundje ka hangër. Prej 9 djetori deri me 9 shkor 2019 kur ka vdek. Nuk ka dasht as me pranu, po as nuk ka dasht me taku njerëz, pavarësisht sa shumë i ka dasht dhe sa shumë raportet mira ka kriju me ta ndër vite. A ke taku ti, Bajram? Po, pak dit para vdekjes. Kom që një për njerëzve trallë që e ka pranu në shpe, kom shku me Leartin, u ka për në gjatëre njerëzve që thash që i kom taku në spital, kur kom shku që kanë qenë ditë e fundit tjetës, ka qenë shumë fështirë me e po anë gjendje, një figura së të fort. Agimi ka qenë karakter shumë i fort, shumë karakter i fort. Edhe ka qenë shumë fështirë me e po anë gjendje, po thuj se i dorzuar për jetë, pritit vdekjes, më kujtohet që tash po flasim, jemi në medium, nështë asë është mirë me i thonë dë gjana mirë, po qa që është të dorzu, kujtohet që flite atër për vaj kanabisi me dalë me siguru në Shqipëri, me i sjele me e zgjatë jetën, edhe e diskutum si opcionat, tha, mi që unë e djemët, ose ty, ose këndën Shqipënije me kontrabandu vajt kanabisit, me jetu 3 muj ma herët, ma shumë, po leme, se nuk e diskutoj atë punë, edhe keshke. është hera fundit që e kom taku, pak ditë ma vonë, më duket kjo ka qenë 4-5 ditë para vdekjes, unë kom udhëtu për Britani, për Irlandë Veriore, më duket, në Irlandë Veriore kom qenë, edhe pe krejt njerëzve në botë lajmin për vdekjen e Agimit ma kamerët Bondazemi, basketbolisti. Bondazemi, se e kemi majtë pak të mbyllën informacionin që Agimi ka qenë smut. A i vete ka dasht ashtu, nuk i kemi folë shumë, edhe Bondazemi, si me thonja, 3-4 ditë ma herët, kish kuptu që Agimi është smut. Agimi, edhe një muj masi që e ka marrë vesh, ka provu me dalë pak në televizion, ka provu me dalë pak në jetë aktive, publike, por nuk ka mujtë, sepse pastaj e ke pa dhe si ka qenë. Edhe Edmond Azemi kish kuptu rreth një javë para vdekjes se Agimi është smut, më thirë në telefon, unë isha një farë workshopit të UEFA-s, edhe masi që më thirë një 10 herë, dikur dola jashtë i lajmërova urna, po më pyet për Agimin, i tregova që është, edhe okej, thash që nuk i ka situatën mirë, nuk pritshim që me ndruje aq shpejt, nuk pritshim që me vdek aq shpejt. Edhe mas 2 ditëve, Edmond Azemi ja nisi prapë, unë i thash ndërkohë kontaktoj me Milotin, me djalin e Agimit, se nuk jam në Kosovë, nuk jam afër, nuk e di. Edhe mas 2 ditëve Edmond Azemi vazhdoi me më thirr prapë shumë herë në telefon, o dikur nuk e kuptova, çka po don tash? Dola prapë me fol me të, edhe thash, Edo, po do më janis me thonë që nuk jam kthy hala, kur tha, shoku jam ngushëllime për agjëngim. Edhe në atë moment u kon. Telefonata ma e papritur edhe ma pak e dëshirueshme që kishe mujt me mendu, sidomos të qenurit larg. E di që... Kretë ditën, po thuj se kom qëndru në mbyllën, kom qajt, i kom pinja 2 bira, një për vete, një për të, okej, është Ramazan, së është njërë me e fol, po... Edhe mas nej, mëndë si kom gjithë për të rrimë është dashtë 3 aeroplana me ndru, se kom qenë Belfast, Londër, Istanbul, Prishtinë për me mërit nesrit për mbledhje komemorative dhe për varrim. Gjithsesi, unë e di që momentet e krijume me të dhe të kalume me të ka shumë, kështu që të mos jetë ai fundi që e mban mend, por t'i kujtosh këto të tjera të bukrat, jam krejt në fund, në fakt jam zgjat pak më shumë. Një pyetje krejt për fund, djalit kanë gjatë për dashnin për futbollin apo Për gjithë çka tjetër përveç se për dashnin për futbollin, edhe nuk po provoj me bind me zor, për gjithë çka tjetër përveç se për dashnin për futbollin. Okej, interesante. Ku me ditë që ç'do të jetë? Nështë i ndronë. Alo, i ka vetë 6 vjeç, shpresoj që ndronë shpejt. Okej. Jemi këtu dëshmitar, me rëndësi me pas shëndetin aj, edhe me i najt gati edhe ti shëndetit mamës, me lënë vetën e marrë diagnozat gabume edhe të bënu. Absolutisht jo, faleminderit që erdhe shumë. Me shumë knatësi, shumë faleminderit. Besoj që u kthyem pak në kohë dhe prej ka disa prej, në fakt i ktheve disa prej momenteve që kam përshkruar jetën tem në periudhat ndryshme dhe të faleminderit shumë për këtë. Dhe nga njëherë njerëzit është mirë të dinë për te, për dikën, që ndoshta nga njëherë të arsyetojnë apo ta kuptojnë në mënyrën se si shprehet, si flet, si rre, si qesh ose edhe si qanë. Faleminderit shumë Diona. Me që të premteve ne mësojmë lajme të mira nga Viva Freshi, sepse Diona na prezanton ofertën e shportës javore që